Ta të shenjat që tregojnë se po i lani flokët më shpesh se sa duhet. Megjithëse mund të duket si larja e flokëve tuaj mund të mos shkaktojë ndikime, ajo e ndihmon flokun të mbetet e pastër dhe e shëndetshme, por në fakt mund të shkaktojë edhe efekte të kundërta në cilësinë e tyre. Disa prej nesh nuk mund të lejojnë që dita të kalojë pa larë flokët dhe disa të tjerë nuk e vrasin fare mendjen. Sipas Brightside do të listojmë disa nga elementet që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më shumë për flokun tuaj. Nëse vini re shumë rënje të flokut më shumë se zakonisht, kjo mund të vijë edhe për shkak të larjes së tepërt të tyre. Nuk duhet t'i lani flokët më shumë se 3 herë në javë dhe rekomandohet që të përdorni shampo të buta pa sulfate. Keni më shumë kujdes me maja dyshe. Nëse prej kohësh po shikoni maja dyshe në flokun tuaj, kjo mund të vijë për shkak të larjes së tepërt. Flokën duken më të yndyrshëm se zakonisht. Nëse i vëreni këto shqetësime, atëherë keni për shkak të larjes së tepërt. Floku humbet shkëlqimin. Nëse ai humbet shkëlqimin dhe zbehet shpejt, atëherë nuk duhet t'i lani më shumë se zakonisht.